Vjera ime thot, vjell shumë nuk ja duron me agjëru. Ajo gjatë ditës vjell 2 herë. Ai prishet agjërimi. Zoti e rujt vjerën tone dhe atë shëndet. Motër rregulli thot që përderisa ti nuk e nxit veten me vjell, nuk e shtin gishtat me vjell, nuk prishet agjërimi. Pra, për shkak të vjelljes saj 2 herë, edhe 3 nëse ndodh, nuk i prishet agjërimi. Por e kemi një çështje tjetër. Nëse kjo vjellët sjell smundje, dobësim të imunitetit, ramje për toke, shtrirje në shtrat, atëherë duhet me rishiku si çështje te mjeku, pse po i vjen kjo vjellur. Edhe nëse konstaton mjeku që kjo është smund, atëherë e prish për shkak të smundjes, jo për shkak të vjellët, por nëse është thjesht diçka e zakonshme të ajo në Ramazan, edhe nuk i dobësohet imuniteti vjell, kthehet në normalitet masgjysore ose menjëherë, atëherë themi le ta agjëron, për shkak të këtij fenomeni kësaj vjelle nuk e prish agjërimin.